komunikimi dhe informacioni është sekreti jonë. Do me thënë, në momentin që ne shkëmbejmë informacionin, qoftë për shërbimet tona, qoftë për bizneset tona, qoftë për produktet tona, automatikisht probabiliteti që të bësh marrëveshje më shumë është më i madh. Dhe ku qëndron tjetër pjesa e informacionit? Si e mbrojmë në njëri tjetrin? Ne e mbrojmë duke treguar dhe duke verifikuar çdo rast ankese apo problematike. Në rastin se për shembull ty të kanë mashtruar me një diçka, me një produkt, me një shërbim, atë ti do ta bësh të njohur tek vllazëria jon, tek rrethi jon, tek Unita, nëpërmjet platformës dhe automatikisht ky biznes do skualifikohet. Automatikisht s'ka për të bërë njëri biznes me këtë person apo me këtë kompani. Në momentin që faktohet pjesa që me të vërtet dëmi që të shkaktuar ka qenë si pasojë e fajit të ti apo e saj. E njëjta gjë do shërbej dhe për punonjësit. Në momentin që ti merr një menaxher, ai cili një CV të mirë, ku e diti se si ka shërbyer përpara, ku e diti se si ka ato veset që mund të ketë. Atëherë ne ndajmë informacionin mes njëri tjetrit. Dhe në këtë mënyrë mbrojmë grupin, mbrojmë njëri tjetrin, bëhemi më të fortë, bëjmë më pak gabime dhe si një familje e madhe, ne ecim përpara më të sigurt, më të qetë dhe duke bashkëpunuar. Kjo është kryefjala, bashkëpunim.